Tërmeti godet Turqinë, epicendra e njëjtë me tragjedin e 6 shkurtit. Një tërmet me magnitudë 4.6 balë të shkallës Richter u regjistrua në provincën Kahramanmaras në Turqinë juglindore këtë të shtunë. Sipas një njoftimi nga autoriteti i menaxhimit të fatkeqësive në rrjetin social Twitter, lëkundjet janë regjistruar në orën 11:22 me orën lokale dhe epicendra ishte në rajonin Goksum. Epicendra e tërmetit ishte me një thellësi prej 8.48 km. Kujtojmë se në të njëjtën provincë në 6 shkurt një tërmet me magnitudë 7.7 dhe 7.6 shkaktoi një tragjedi me mbi 55.000 viktima. Lëkundjet u ndjen edhe në 11 provinca të Turqisë, por shkaktuan viktima edhe në Sirinë Veriore.